Tani do të bashkëbisedoj me Nefelin. Nefel, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Dhe me Athinan. Athina, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Si u shkoi aktiviteti sot, goca? Shumë mirë. U kënaqët? Ishte pak Stresues. stresues, po ja doli. Ja dolot. Çfarë përfshiu aktivitetin në përgjithësi? Atëherë, aktiviteti përfshiu ndarje të çmimeve për nxënës të suksesshëm me nota të mira. Ekselent. E kuptoj. Për sportet, për polifonikun. Atëherë, tani do të flasim pak lirshëm dhe do t'ju pyes se si ju shkon shkolla këtu. Pra sa mundësi ju jep me vërtet himara për t'u arsimuar. Atëherë himara nuk njihet për ndonjë vend shumë të mirë për t'u arsimuar, por unë në këto 8 vite kam një eksperiencë shumë të mirë, sepse janë mësuesit në moshë të vjetër, që e bëjnë shkollën shumë të bukur, shumë të mirë për ne fëmijët dhe të shkojmë me qejf në shkollë. E kuptoj, pra ndjeni mirë në përgjithësi. Atëherë, për mua, unë kam qenë në shkollë greke, në Himar këtu. Po. Tash që jam në gjimnaz, jam shumë e lumtur me këto vite që kam kaluar këtu, me mësuese që ka dhënë Nefeli. Janë shumë të dashur me nxënësit, të ndihmojnë për çdo gjë që ti ke nevojë, të japin shumë dije dhe janë shumë të lidhur me njëri tjetrin, nxënës dhe mësues. Pra krijon një ambient shumë komod dhe të ngrohtë. Po. Atëherë goca, do t'ju bëj një pyetje tjetër. Duke qenë se jetoni në Himar, a ndjeni më shumë të mbështetura apo të kufizuara? Atëherë unë ndihem e mbështetur. Motra ime u largua kur pasi kreu shkollën të 9 vjeçare, shkoi në gjimnaz në Tiranë, por nuk mendoj se do bëj këtë gjë, se ndihem shumë e mbështetur këtu, kam krijuar shoqërinë time dhe nuk ndihem e kufizuar për të larguar. Po për ty? Atëherë, unë që jam në gjimnaz, do vazhdoj të mbaroj shkollën këtu dhe kur të mbaroj, nuk e kam vendosur akoma, nëse do ikë ose në Tiranë ose në Greqi. Por me shumë mundësi do ta bëj në Greqi, sepse andaj kam dhe njerëz të mi që mund të më mbështesin, mund të më japin ndihmë, kurse në Tiranë nuk kam asnjë të përafërt. Pra, mendojnë që në shtetin grek do gjeni një mbështetje, duke qenë se ke dhe njerëz të afërt. Okej, unë do t'ju uroj shumë suksese, inshallah ju shkon shumë mirë shkolla ashtu dhe jeta. Dhe inshallah arrini të bëni ato çka ju dëshironi. Pak nga përvoja juaj personale, si mendoni shkollat dhe gjimnazet në Himar? Atëherë, shkollat... A ka nevojë për përmirësime apo mendoni që janë okay për vendin që ju jetoni? Atëherë, shkollat këtu kanë nevojë për mësues. Ja, domethënë, janë mësues të vjetër nga ato që kemi pas, por janë dhe disa që mund të largohen për problemet e tyre, familjare ose shëndetësore ose nga mosha. Dhe do ishte më mirë të na vinë disa mësues të ri që të na njihnin dhe neve, të merrim një eksperiencë ndryshe. Kjo për mendimin tim. E kuptoj. Po për ty? Atëherë shkolla jon, 9 vjeçare Himar, në bashkëpunim me Bashkinë Himar, po rregullohet. Po thjesht mësuesit, siç e tha dhe Athinaja, kanë mbetur mësues të vjetër. Duhet mësues me patjetër të mirë, mos të përdorin dhunën e para, por janë mësuesit e ri 20-25 vjeçar që kanë ardhur dhe nervat e tyre nuk i përballojnë dot të gjithë fëmijët, nuk po them që pra kanë probleme menaxhimin, patjetër. Nuk po them që ne fëmijët jemi shumë të sjellshëm apo kështu, po përpiqemi që me mësuesit ta mbajmë një lloj sjelljeje, të respektojmë, ashtu si duhet ta bëjnë edhe ata. Jo, unë mendoj që cilado qoftë sjellja juaj, dhuna nuk pranohet në asnjë rast, pra nuk ka justifikim. Atëherë pse keni zgjedhur të mos reagoni nga vendi juaj? Pra mos shkoni në një vend pak më të madh, ku zhvillimet mund të ishin më të shumta. Atëherë, unë kam vendosur në fakt e kisha në plan të shkoj në Tiranë, të vazhdoj edhe gjimnazin, por ndryshova mendje sepse tu kam shoqërinë time, kam prindrit e mi më afër, dhe doja të vazhdoj akoma të jetoj edhe disa vite afër familjes time dhe pastaj të largohesh, Të largohesh, po. Diçka më tejsi për jetën time. E kuptoj. Dhe për të bësh pak edhe më pavarur, gjithsesi. Okej. Po ti?
Atëherë unë nuk do bëja kur të largohesha 14 vjeçe, të largohesha nga familja Po, në fakt je pak e vogël për të treguar, mendoj. Si që bëri dhe motra ime. Motra ime ishte një nga nxënësit më ekselente në Himar, dhe prandaj vendosi të largohej dhe mos ta bënte gjimnazin këtu. Unë nuk do bëja kur këtë të largohesha nga prindrit e mi që 14 vjeçe, por mendoj se në një të ardhme, pas të mbaroj dhe gjimnazin, do të largohem. Çfarë mendoni se duhet përmirësohet në Himar? Pra po flasim në kuadër të shkollave. Atëherë, duhet të përmirësojnë shkollat, domethënë në ambiente, Në infrastrukturë. Po, në mësuesi të ketë mësues më shumë, të japin më shumë dije, jo si ca që përtojnë të vinë në shkollë ose thonë që mezi vim në shkollë. Nuk është se në ka ndodhur një rast domethënë si këta, po thjesht të jap një ide. Po. Të kenë vende ku të bëhen Lëndë të ndryshme. po, lëndë të ndryshme, të ketë vende për të bërë sportet, për të bëjmë aktivitete për shumë gjëra që mund të domethënë Për nxënës të po. kategorive të ndryshme. E kuptoj. Po ti si mendon? Çfarë mendon se duhet ndryshohet? Atëherë, unë mendoj, duhet të organizojnë më shumë aktivitete, duhet të mësuesia, të ketë mësuesia më e kryesorja. Si që thotë Athinaja, atëherë mësuesit të vinë me përtesë në shkollë, kjo gjë duhet të largohet, edhe nuk kam ndonjë mendim se si të përmirësohet. E kuptoj. Pra shihni që nga ana e stafit pedagogjik ka një lloj mosdëshire dhe mosvullneti. Duhet të ketë gjithashtu vende ku të kryen, për shembull laborator, E kuptoj. pajisje të teknologjisë, kompjutera, këto. Në fakt edhe ne në gjimnazet tona që jemi në Tiranë, që konsiderohet një vend më i zhvilluar, jo për keq, patjetër, po duke qenë se është kryeqyteti i Shqipërisë, prandaj edhe ne kemi shumë mungesa nëpër gjimnazet tona. Nuk po them që është e tolerueshme, patjetërisht është. Ne i kemi sepse ne kemi nevojë. kemi sallat, Po nuk hyn në funksion. I kemi dhe kompjuterat, po thjesht të gjitha kompjuterat janë të thyer, janë të hedhur në tokë dhe nuk merret asnjë mas. E kuptoj. Atëherë Kosta, duke qenë se Himar është një vend i vogël dhe të gjithë pak a shumë njërin me njëri tjetrin, a mendoni se këtu është më lehtë për të marrë ajo nota e mirë se sa në Tiranë apo në vende të tjera që mund të jenë pak më të mëdha? Unë jam nxënëse ekselente, pra i kam mesataren 10, dhe çdo herë për shembull që organizojnë aktivitete që jepen medalje, Certifikata. Po. Ndjem e ofenduar pasi çdo student në shkollë thotë që e merr me meritën se ka pas mama në bashkë. Në fakt për ty kjo nuk është e vërtetë. Jo, nuk është e vërtetë. E kuptoj. Shiko, të tilla rastesh patjetër që dhe të tilla komentesh do kesh, është si rrjedhoi e të pasurit për fat të keq ose jo mamin në atë post. Kështu që mbas edhe mund të kenë ndikuar, sepse duke qenë se mamin tënd mund ta njohin, mund të kenë ndikuar edhe tek stafi pedagogjik. Jo, nuk kam ndikuar. A mendon kështu? Jo, nuk mendoj kështu, sepse stafi pedagogjik është i ri, përveç mësuesve të vjetër, që mësuesit e vjetër nuk mendoj se ta vënë notën me merit, por të mësojnë dhe ti arrin që ta marrësh atë notë. Ndërsa mësuesit e rinj janë ata që thash që përtojnë të vinë në shkollë e vinë në shkollë me përtesë dhe nuk ne përpiqemi, mësojmë dhe marrim atë notë. Po, patjetër. Po ti si mendon, është më lehtë ta marrim atë notën e mirë këtu apo në vende më të mëdha? Në vende më të mëdha, normal që është më vështirë të marrësh atë notë që ti mundohesh ose atë që meriton. Kurse këtu duhet të përpiqesh, po jo shumë sa duhet të përpiqesh në vende të mëdha. Përpiqesh aq sa mundesh dhe të japin atë notë që ti meriton ose mund të të japin diçka më shumë. E kuptoj. Edhe unë në fakt për të qenë realiste dhe me juve, edhe unë në fakt kështu mendoj. Jo për t'ju ofenduar ose për t'ju thënë që ju nuk përpiqeni apo nuk mësoni, por që mendoj që është më vështirë në Tiranë se sa në Himar, se do hyn ajo empatia që kanë për njëri tjetrin, duke qenë se mund të njihen me njëri tjetrin se është vend i vogël, më kupton? Gjithsesi, unë Gosa ju falenderoj shumë që u gjetët kohën dhe vendosët dhe pranuat të bashkëbisedonit me mua. Shumë faleminderit. Faleminderit juve.